Zona e Darësisë njihet prej më shumë se 5 dekadash për traditën në kultivimin e pemëve frutore, veçanërisht të qershisë dhe kajsisë. Kjo zonë kodrinore mbetet ndër më të njohurat në Lushnjë për prodhimin e frutave cilësore vendase. Aktualisht qershia dhe kajsia po tregtohen në tregun e shumicës nga 250 deri në 300 lekë për kilogram, çmime që sipas fermerëve konsiderohen të kënaqshme. Ata shprehen se dhe prodhimi i këtij sezoni ka qenë i mbar, ndërsa varieteti i qershisë këtë vit ka ardhur në stinën e duhur dhe me cilësi të mirë. Megjithatë, fermerët theksojnë se vitet e fundit është vënë re një tkurrje e plantacioneve me qershi dhe kajsi. Shumë prej pemëve frutore janë prerë dhe në vend të tyre janë shtuar plantacionet me ullinj, të cilët konsiderohen më të qëndrueshëm ekonomikisht. Pavarësisht sezonit pozitiv, shqetësim për fermerët mbetet rritja e vazhdueshme e çmimeve të plerave kimik dhe kostove të tjera të prodhimit. Sipas tyre, ndihma nga institucionet shtetërore nuk është e mjaftueshme për të nxitur zgjerimin e pemtarisë, veçanërisht për kultivimin e kajsisë dhe qershisë. Fermerët kërkojnë më shumë mbështetje dhe politika konkrete për të ruajtur traditën e pemtarisë në këtë zonë, e cila prej dekadash ka qenë një nga burimet kryesore të ardhurave për familjet bujqësore. Ndërkohë, tregtarët shprehen se kërkesat në treg për fruta vendase mbetet e lartë, sidomos për qershinë e Darësisë e njohur për shijen dhe cilësinë e saj. Fermerët shpresojnë që sezoni të vijojë me ritme pozitive dhe në javët në vazhdim duke siguruar shitje të shëndrueshme dhe fitime më të mira. Ata theksojnë se ruajtja e pemtarisë është e rëndësishme, jo vetëm për ekonominë familjare, por edhe për traditën bujqësore të zonës.